jam. Faleminderit. Tani çfarë do bëjmë? Tani kemi një gjë shumë të rëndësishme, siç e do zakoni, hapim zyrtarisht televotimin. Ju keni mundësi të votoni fermerin që preferoni në 5115. Gjithashtu mund të votoni pa limit nga e gjithë bota online në webin fermavip.visionplus.tv. Banerin për votim online është i afishuar në faqe, mos harroni të regjistroni ose mund të logoheni direkt nga Google apo Apple ID. Janë të gjithë fermerët përveç nenës, e cila nuk është pjesë e votimit, për shkak se mbrëmjen e sotme u bë pjesë e Ferma VIP. Okej. I tham këto dhe tani ju e dini që pjesa e 6 personifikon orën saatin 12 dhe me qenë se sonte donim të ishim të paparashikueshëm, nuk do e mbajmë saatin 12, do rrim serioz. Okej. Pa e hengë sot Si o që ka valla. ndosur të jetë kastro sonte. Ndërkohë nuk e kuptoj pse më ndodh gjithmonë diçka. Gjithmonë, afër fundit të xhirimeve, unë marr veten. Kështu që unë dua të nis tani programin. Hajde. Mirë mbrëmë, ma mirë se erdhe Luana. Je përgjithë për të sot. Ua, Luana, mirë se erdhe. Gjatë xhirimeve i kisha fjalën se ne jemi live, absolutisht. Çfarë të bëj në gjë që të tregoj që jam live? Gjatë xhirimeve i kisha fjalën ndër vite. Okej. Shkojmë tek arena e brëndshme. Fermer! Jam sërish me ju për herë të fundit sonte. Ndërkohë që Nena dhe Ylli kanë muhabete për të realizuar, unë kam një tjetër muhabet për të realizuar me Yllin, i cili është kryefermeri i ri dhe zakoni e do që ai të ketë një zgjedhje për dhomën e njëshit. Me këtë do ndash. Unë e zgjedh Nurën. Opa! Jetë për mua, unë vazhdoja hingun, por... Edhe për mua. Albano! Urdhëro. Çfarë bën kjo Nuri kështu më? A I ishte... thash, o Luana i thash Nuri ma ka shpjeguar disa herë që Nuri Të jetë fakira kërvati borsa. Se shka. Nuri ma ka shpjeguar Jo, disa jo, herë që no do një complication. open relationship me mua, po unë e dua closed, po Nuri sot e tregoj. Mos e keni këtë në leitmotiv, domethënë se nuk... Okej, Nuri je dakord me dhomën e njëshit? Po, me shumë knajtësi. Kaloni ditë të bukura, tjetër çfarë kisha unë? Kisha për ty lajmëruar që duke qenë se jemi në javë zgjedhore, do të kemi edhe zgjedhjet tona në ferm. Kryefermeri i ri... Jo, nuk do voton, jo. Atëherë, më lejni t'ju shpjegoj se si do të funksionojë. Kryefermeri i ri është automatikisht njëri prej kandidatëve. Ndërkohë që kundërshtari i tij politik do t'jetë njëri nga partia e fakirëve, po bëj shaka. Do duhet ta zgjidhni ju fakir ndër 4 persona që jeni, kush do t'jetë kandidati që do përfaqësoj. Po ku do e përfaqësoj? Aty brenda, se nuk do ju çojmë te... Unë përfësej Trumpin asë me dalë unë fakiri. Ja, më dhe. Atëherë, gjatë javës, ju a shpjegoj, do të realizoni një fushat, ku do duhet të mbushni mendjen fermerëve të tjerë që t'ju votoj njërin prej ju të dysh. Pra ndërmjet Yllit dhe... Ose, vërtet zgjedhjet me 11 du banë për ne? Dhe njerë, Frederik? Me 11 maj, a ka zgjedhjet edhe për ne, jemi qytetarë. Ne kemi zgjedhjet tona të premte njëherë. Do zgjedhim Frederikun. Ne jep një shpresë për Dhe 11-ën. zgjedhjet tona nuk kanë lidhje fare me politikën. Me datë 9 i kemi ne, okej? Se jemi një hapër para gjithmonë. Pastaj me 11 që ti mbushim mendjen këtyre. do ju njoftojmë gjatë javës se çfarë do të ndodhi, Frederik. Luana, sharatisna për këtë me bëjë zgjedhje. Më fal, edhe një pyetje. Ne 4 fakirët duhet zgjedhim një person kandidat. Okej. Okej. Për të
për të konkuruar me yllin edhe cili do t'jetë kandidati i zgjedhur nga gjithë pjesa tjetër e fermerëve për votën tuaj. Po sa ti do rrim deri pranë do rrim burg ne? Jo, atëherë duhet ju them që ai që do zgjidhet nga ju, pra kandidati, ka mundësinë që të komunikojë me pjesën tjetër të fermerëve se do duhet të bëjë zgjedhje të tij elektorale që të marrë sa më shumë vota. Pjesa tjetër nuk ka të drejtë të flasë. Më jepni tani emrin. Vetëm neve. Kush na pyet neve? Cili është ai apo ta zgjedh unë? Frederiku dhe ylli. Dy kandidatët. Presim fjalimet, diskutime përveç blerje vote. Shumica, unë s'jam dakord. Iku tani u vendos. Po pra ne po them, si unë, si kshu. Mua dhe Randi, zakonisht nuk na pyet njeri, kështu që ja kemi lënë Frederikun, sepse ai do komunikoj me të gjithë, ka Këto qenë dhe i jeti Elinara. Dhe tash mi garantë 64 herë kam smur. Elinara, këto jeti. Unë për menimin tim. Këto jeti. Nuk është puna këtë dua unë, po e kam parë që në çdo sfidë, në çdo Elinara s'pytet, as Randi s'pytet. Po unë kam shumë kënaqësi të kemi Frederikun, Pra je dakord. Ti Rand këdoje? Unë s'dua, unë po se mora vesh për qa do bëj kandidati për qarë është, si do them po. Për zotin ju a shpjegova 5 herë, po nuk di qa gjuhet ju a shpjegoj. Ta provoj një herë. Për qarë? Për qëfar? Për të votu për ty. Po qa do bëj unë? O Limi, shpjegoja pak Limi. Kë do drejtoj, me qencat e kastës e Qeverin tënde të pavarur, mor zotri. Ti merë vesh më një. Do bësh 7 vete. Ti me drejtoj. 7 vete, 7 vete. 7 vete. Po qa të shi zgjodhëm Frederikun që ti mushi me një tjerë. Frederiku është i qartë. Luana, Kjo është ideja. Qa i bëm, gjithmonë kështu shkaktojmë këto. Qa i bëm vetës, e kupton? O, Elinara, prit të pyesim se ne kuptojmë me vones. E kuptojmë O, me që... more Rand, qa ke që kricesh? Më fal, mund ta bëj një pyetje se po përplasen zërat. Bëj dy, të Neve të zgjedhim Frederikun, që të loboj që të zgjidhet Frederiku për Frederikun, po thu. Për gjithë fermët. Jo. Se dhe ylli do po njëtë punë. Po mban në vend dorëheqjen. Ai që do të zgjidhet do të jetë kryetari i fermës. Po Frederiku është kryetari, kushdo që tjetë tjetër, qatë. Po tash na leni pra t'ju ashojmë se si i merrni votat ju aty brenda. Ç'keti, ty nuk pëlqej kjo sfidë, nuk je as kandidat. Ç'a ke që ti thjesht duhet t'japësh votën tënde. Nëse vota jote është për Frederikun, Votën time e shes. Shumë gabim bën atëherë. Kjo është një mesazh i gabuar që nuk ta pranojmë. Dakor. Vota nuk shitet. Vota është shenjtë. E shenjtë është, patjetër, po. Për tu ke ferma s'kemi alternativa të mjaftueshme. Jo, është e vërtet. Por mu, unë do votojsha për Ronin. Por Roni iku. Roni. Okej. U sjaruam tani. Tani, se unë me si po presë në moment. Big Pasta? Se kërën në qëtësi që nga i moment dhe... Po se ishin situatat tjera, të tjera, pa diskutim. Si e ti? Mirë. Je mirë. Jo, do me thënë, e përjetova, po tani kjo është loja, të them drejtën. Kështu që mendova për të mirën e përbashkat, normalisht që nuk më vje mirë që u sakrifiku Roni, po nga krau tjetër, thjesht edhe reagimet nuk është që, i prisja, po shumë të pamenduara, mendoj. Ti ai që i mendon krejt. Ti më krejt strategi mafia. Okej, tani kemi momentin që unë preferoj shumë dhe besoj që edhe ju, se publiku po e po. Andueli! Po dale, po dale. Çfarë do këndojmë sonte? Ta e të buke? Ta e të buk? Anduel! Ja. Nuk ka buk sonte. Po qatë, ku ta gjenë fuqinë? Sonte kemi fest. Ato të dekorit. Çfarë do këndojmë njerë? Dhe mos harroni me qenë se s'ka buk sonte, keni 100% buxhet nesër, hapëni të gjithë imagjinatën, merrni peshke, mishe.
Sonte si t'jepim hallit, sonte, se as nauria nuk dhe as gjumi. Me qëtju gjendet i Andrea. Po, rigu. Ha makarona. Luana, Po, do kishe kënduar dhonë, po duke si ku për këndoj burgut. Po është ajo, konga mine pisës, si është? Për një spital. Luana, e ke për fakirin. Mirë se Luana, ju si punon stomaku, mu s'punon truri tani në këto moment. me që sot është edhe 5 maj, dita e dëshmorëve. Po, Do më thonë, juroj, do më thonë... Gjithë dëshmorë. Po. Jetë gjatë, jetë dëshmorëve. Juroj familjet e tyre, do më thonë, t'i rojnë e t'i kujtojnë gjithmonë, por njëkohësisht, përshëndes edhe shokë që kam 5 muaj, çunat e 5, çaka. Okej, ne kemi zgjedhë me bëj kong, po ku ka si ti o Shqipëria ime, po apo kënëm të gjithë bashkë, vetëm refrenin, okej? Po ku ka si ti o Shqipëria ime, o fizika për mikur, e kemi mbyllur shumë bukur këtë mbrëmje, faleminderit shumë, po kush do të thotë diçka para se t'ju them natën e mirë? Filloj shiu, natën e mirë ju dua!